Federata e Paqes Universale, Këshilli Rajonal i Paqes Gjirokastër kanë firmosur një marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë e Libohovës me qëllim thellimin e angazhimit për vlera universale si vërtetësia, drejtësia, dashuria dhe liria. Kryetari i Federatës së Paqes, Dëfrimet Hasani, u shpreh se ky është një mision për të promovuar vlerat që mbart çdo vend i Shqipërisë. Po përpiqemi së bashku me stafin dhe kryetarët tanë që kemi në 61 bashki të përcjellim atë mision shumë të rëndësishëm që është misioni i paqes dhe të promovojmë vlerat në çdo qytet dhe në çdo vend ku ata janë, sepse ndonjëherë janë njerëzit e thjeshtë që kanë vlerë më të madhe se sa ata që ne jemi mësuar të shohim në ekran. Dhe ky është misioni im, pra është misioni i paqes për ta promovuar, sepse Shqipëria ka shumë nevojë sot, ashtu si bota, më shumë se për gjithçka tjetër ka nevojë për paqë. Dhe unë them që kjo marrëveshje që ne nënshkruam sot e bashkëpunimit me Bashkinë e Libohovës, që është e treta në Shqipëri pas Shkodrës dhe Kucovës, mendoj që do të jetë një lokomotivë e një treni humanist të paqes që do të përçohet pikërisht në këtë vend ku historia, bukuritë gjeografike dhe bukuritë njerëzore kombinohen aq bukur në Libohov. Autoritetet vendore dhe kryetarët të paqes kanë shprehur mirënjohje për titullin e veçantë që u është dhënë dhe për këtë bashkëpunim dhe kontributet që kanë dhënë dhe do të vijojnë të japin në vazhdim. Është vërtet një titull i rëndë që rëndon mbi shpatullat e gjithkujt. Por ti jesh ambasador paqe nuk ka nevojë që të kesh titull të veçantë, të kesh një titull të caktuar ose të jesh i emëruar diku në një institucion apo diçka tjetër. Çdo kush që na rrethon është një ambasador paqe më vete. Ambasadori i paqes dhe paqja në përgjithësi nuk është e nevojshme vetëm në kohë kur na kanosen luftra apo na kanosen rreziqe. Paqja është e nevojshme edhe në kohë paqe kur nuk ka luftë. Pra paqja, ajo çfarë është pasuria më e madhe e çdo njeri, është ajo që transmetojmë dhe është paqja shpirtërore. Por që paqja të ekzistojë realisht në botë, prioritar mbetet angazhimi konkret i gjithë shoqërisë dhe organizmave paqebërëse në çdo qelisë të jetës. Në praktik, përveç çdo slogan i bosh, nëse do ta krahasoni paqen me një enigmë të madhe, duhet të theksohet puna konkrete që duhet të bëjmë çdo individ në shoqëri, përfshirë dhe ambasadorët e paqes, e cila do të përbënte edhe pjesën më të vogël angazhuese të misionit tyre në arritjen e saj. Poeti kinez Tian Min në poezinë e vet Paqja thotë: nuk ka rëndësi kush je ti, burr, grua, i moshuar apo fëmijë, punëtor apo fshatar, ushtar, student apo tregtar. Nuk ka rëndësi se cilat janë bindjet e tua politike apo ato fetare. Nëse të pyesit se cila është gjëja më e rëndësishme për njerëzimin, ti thjesht përgjigju: më parë, më pas dhe gjithmonë paqe. Në këtë aktivitet janë vlerësuar me titullin ambasador të paqes dhe me certifikata mirënjohjeje Libohovit, të cilët kanë kontribuar ndër vite dhe kanë bërë të mundur zhvillimin e Libohovës.